Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore vijojnë turin e takimeve në të gjithë qytetin e Vlorës, duke prekur e shkelur çdo rajon dhe lagje. Kjo është vetëm paketa për pensionistët, por programi i Partisë Demokratike është dhe për arsimin dhe për shëndetësinë. Ata që kanë pensioni shumë të ulët, që kanë gati të pamundur të mbijetojnë, do të vejë 200. Ata që kanë 200 do të rritet të paktën 20%. Ne dhe sikur të mos ketë program fare, do votojmë për Sali Berishën 100%. Faleminderit. Unë jam Alta Azizia Luci, kandidate për deputete e Partisë Demokratike. Faleminderit. Sa keni pensionin, zonjë? 80.000 lekë të vjetra. Po çfarë bëni me 80.000 lekë? Qa do bëjmë ja shesëm lekra, po u shiten, po nuk u shiten do i zhjej, do jam me krip. Se vaj s'kemi. I pagoni do të ujë drita? Me sa ti pagoj? Atëherë Partia Demokratike në 100 ditë e para të paktën do ta bëj 200.000 lekë pensionin. Dhe pastaj ka bërë dhe paketën e dhemësurisë për uljen e çmimit ujit, të dritave dhe për kompensimin atyre gjërave që kalojnë më tepër se sa ju mund t'i paguani dot. Është një nga pikat kryesore të Partisë Demokratike, mbulimi i shpenzimeve dhe është prioritet në 100 ditë e para. Ne do fitojmë. Ne do fitojmë. Kandidatja për deputete, Alta Azizi Haluci, zhvilloi ecje në rajonin 1, ku takoi 10 banorë qytetar, sikurse është dalur edhe në disa prej bizneseve të rajonit 1, ku shpërndau pika nga programi Partisë Demokratike. Në këtë dalje në teren ishin të pranishëm edhe drejtuesi politik i qarkut të Vlorës Bujar Leskaj, i cili u shpreh se në takimet me qytetarët ndihet era e ndryshimit dhe fitores. Mbrëmjen, kandidatët për deputet dhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj zgjodhen ta kalojnë në një takim ndryshe me të rinjtë e Forumit Rinor, të cilët sipas Leskajt janë motori fitores së kësaj fushate. Në takimin me të rinjtë e Forumit Rinor ishin të pranishëm po ashtu edhe kandidatët për deputet Atir Hoxha, Edmond Fetau, Mario Runa, si dhe kryetari i Partisë Demokratike Dega Vlorë, Hysni Shara.